Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme kemi një të ftuar të veçantë. Me ne është të bashkuar shkëlqësia e saj, ambasadore e Shqipërisë në Kanada, zonja Artemis Mala. Ambasadore, faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni me ne. Faleminderit ju, është një kënaqësi gjithmonë. Ju ndodheni në Tiranë për shkak të samitit të 4 të diasporës që u zhvillua këto ditë në kryeqytetin shqiptar. U arrit qëllimi? Si mund ta përshkruani këtë samit? Është e vërtetë këto 3 ditë kanë qenë 3 ditë intensive, por në fakt realizimi i këtij samiti si një event madhështor që mblodhi shqiptarët e diasporës dhe personalitete të shquara nga 38 vende. Gjithsesi, ata që mundën të vinin fizikisht ishin kaq, por sigurisht që janë shumë më shumë. Përgatitjet kanë filluar prej shumë kohësh, kjo tashmë është kthyer në një traditë, në një ritual. Unë kam pas fatin e mirë që të shërbej edhe si zëvendësministër për Evropën dhe punët e jashtme dhe samitin e mëparshëm e kam pas pjesë të përgjegjësisë time kryesore në portofolin tim dhe e di shumë mirë se sa vështirësi dhe problematika të ndryshme hasen për të realizuar me sukses një organizim të këtij diapazoni kaq të madh me një rëndësi shumë të madhe për Shqipërinë, për kombin tonë dhe për vlerat tona kombëtare. Por jam shumë e kënaqur dhe krenare për të shprehur përpara kujdo që ka interes për produktet dhe për rezultatet e këtij samiti, me bindje të plotë të them që ka qenë një 3 ditësh fantastik, me rezultate shumë të bukura, me një network shumë të gjerë, me shkëmbim idesh, me një performancë të shkëlqyer artistike si një pjesë e këtyre 3 ditëve, me vlerësime shumë të bukura dhe shumë të merituara të shqiptarëve që na kanë nderuar në arenën globale. Zonja ambasadore, si vlerësoni sot marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kanadas në një kohë kur diaspora shqiptare po bëhet gjithnjë më shumë me ndikim atje? Unë jam sërish po e them kështu në thonjza e përkëdhelur, sepse diaspora shqiptare, komuniteti shqiptar në Kanada është një nga komunitetet më të mira, më elitare që ne kemi, edhe për shkak të politikave të emigracionit shumë të rregullta që Kanada ka ushtruar ndër vite dhe ka rekrutuar shtresat ndoshta më të mira të shoqërive nga shumë etni kombëtare, sepse aty është një diversitet etnik shumë i madh. Marrëdhëniet Kanada-Shqipëri gëzojnë një marrëdhënie reciproke shumë të mirë ndër vite. Në vitin tjetër do të mbushim edhe 40 vjet të këtyre marrëdhënieve diplomatike. Ambasada këtë vit po mbush 25 vjet, kështu që kanë qenë vite shumë ndoshta më të ngadalta në fillim, por tani janë shumë dinamike, shumë aktive. Mbështetja e diasporës aty është padyshim shtylla kryesore në të cilën ne pishim që të harim edhe rezultatet tona të deritanishme, po edhe synimin e re e projekteve që kemi në proces. Dhe sigurisht, qeveria kanadeze edhe shteti Kanadas ka një qasje shumë miqësore dhe shumë pozitive ndaj Shqipërisë, por edhe së fundmi ka kthyer gjithë vëmendjen nga shtetet europiane dhe si kandidat dhe shumë shpejt antar të kësaj familje të madhe dhe ne po gëzojmë një vëmendje të veçantë nga autoritetet kanadeze. Kanada ku ka më shumë interes për të investuar në vendin tonë, në teknologji, në cilat fusha, në arsim ndoshta, nuk e di. Fillimisht ne kemi filluar vitin e kaluar të nënshkruajmë marrëveshjen e transportit ajror, i cili do të realizohet me fluturimin e parë në datën 18 qershor të këtij viti. Dhe kjo është një marrëveshje historike sepse do të jetë fluturimi i parë historik i Shqipërisë përtej oqeanit, pra do të jetë fluturimi i Tiranë-Toronto dhe Toronto-Tiranë për herë të parë, gjë që është realizuar për shkak të studimit të fizibilitetit dhe të interesit që autoritetet kanadeze si në sektorin privat ashtu dhe publik kanë kryer dhe ka dëshmuar më së miri interesin për turizmin. Ka shumë kërkesa dhe interes të veçantë në fushat akademike për të kryer bashkëpunime të mundshme në gjitha nivelet e sistemit arsimor. Gjithashtu rishtazi kemi marrë disa kërkesa për të vijuar më tej me studime të mundshme mbi burimet natyrore, mbi infrastrukturën. Sigurisht teknologjia është një fushë të cilën Kanadaja
e ka shumë të fortë, e ka shumë të zhvilluar dhe jemi ne ata që kemi kërkuar bashkëpunime jo vetëm në investim, po edhe në sigurinë kibernetike apo në trajnimet e ndryshme që mund të ofrojë Kanadaja si shtet shumë i specializuar. Diaspora shqiptare çfarë roli luan në këtë mes, duke qenë se ju e thatë pak më herët, të zbuluat edhe lajmi që në datë 18 qershor nisin fluturimet e para, a do e afroj kjo diasporën shqiptare në Kanada akoma më shumë me vendin mëm? Sigurisht, sepse ajo fjala distancë ka qenë sidomos për diasporën, për brezin e parë që ka emigruar në Kanada, ka qenë një fjalë shumë e dhimbshme në vite, ka shqiptarë që jetojnë në Kanada prej më shumë se 2 dekadash dhe gjithmonë kanë pas këtë vështirësi në udhëtimin drejt Shqipërisë, pavarësisht distancës dhe largësisë, janë munduar që të paktën një herë në vit ose 2 vite të vizitojnë Shqipërinë dhe ka qenë shtysa kryesore kërkesat e shqiptarëve që jetojnë në Kanada, po ndonjëherë edhe ata që jetojnë në Amerikë dhe mbulojnë pjesën e Amerikës Veriore, për të na e kërkuar dhe për të na mbështetur në këtë iniciativë, sepse e ndjejnë tani Shqipërinë më afër, e ndjejnë vizitën e tyre më të lehtë dhe sigurisht një 8 ose 9 orë do të jetë ky fluturimi direkt, gjë që për ata është më se e pranueshme, duke qenë se fluturonin mbi 10 orë, 10 ndonjëherë edhe 20, paktën fluturimi i fundit drejt Tiranës më ka zgjatur 23 orë. Zonja ambasadore, sa e rëndësishme është që komuniteti shqiptar në Kanada të ruaj identitetin shqiptar, të ruaj gjuhën shqipe, jo vetëm brezi i parë, por edhe brezi i dytë që kanë arritur atje ndoshta në një kohë më të hershme. Çfarë iniciativash ka dhe sa të rëndësishme janë summitet, por edhe iniciativat nga shtetet mëm, në këtë rast Shqipëria, për të krijuar ura të shumta bashkëpunimesh? Është e vërtetë dhe duhet jemi të ndërgjegjshëm që brezi më i ri, më të vegjëlit që kanë lindur në Kanada, sigurisht ndihen më shumë kanadese se shqiptar për fat keq. Dhe unë do përsëris prap atë që ju a them në çdo takim shoqatave tona, që institucioni kryesor për ruajtjen e gjuhës dhe kur them gjuha përfshin brenda traditë, histori, gjitha vlerat tona kombëtare, është institucioni kryesor është familja. Puna që duhet bëhet kryesisht do të fillojë nga familja, nga prindrit. Dhe kjo do të jetë mënyra e parë dhe më e sigurt të trashëgimisë. Nga ana tjetër, kam konstatuar një dëshirë edhe një vullnet të palëkundur të shqiptarëve, të shoqatave, të vullnetarëve, të cilët janë të angazhuar në çdo qytet thuajse të Kanadas, në çdo zonë të Kanadas, për të bërë klasa të mësimit të gjuhës shqipe gjatë fundjavave, duke marrë parasysh edhe motin e vështirë që është. Ato organizohen për ambiente të ndryshme ditëve të shtunë me klasa të ndryshme dhe materialet të cilat ofrohen nga qeveria shqiptare nëpërmjet qendrës të botimeve të diasporës. Ne i qarkullojmë dhe i shpërndajmë pothuajse çdo vit duke marrë kërkesat në qershor dhe pastaj i mundsojmë në shtator. Dhe kjo është një bashkëpunim midis 2 vendeve tona, komunitetit edhe 2 qeverive. Nga ana tjetër, ka disa zona të cilat janë drejtuar shkollave të rajonale, drejtorëve rajonal të shkollave, me kërkesën për ta formalizuar gjuhën shqipe si një gjuhë si një lëndë me zgjedhje në kurrikulat e tyre mësimore dhe ambasada këtu ka marrë iniciativën që të krijojë disa ture negociatash me drejtorë të ndryshëm të këtyre shkollave sipas rajoneve, sepse siç e dini Kanadaja funksionon edhe në nivel provincial, po dhe në nivel federal. Kështu që në krahasim me shtetet e tjera, ne jemi të përqendruar fillimisht në nivelin provincial, pjesë dhe pastaj gjërat e mëdha sigurisht kur finalizohen, realizohen edhe nëpërmjet nivelit federal. Zonja ambasadore, cilat janë problematikat më të mëdha që has komuniteti i shqiptarëve në Kanada, që ju e keni evidentuar? Problematikat në lidhje me Shqipërinë apo problematikat në lidhje me jetën e tyre në Kanada? Me jetën e tyre në Kanada. Me jetën e tyre në Kanada, shumica e shqiptarëve, nëse do ta krahasonim edhe me shumë shtetet e tjera europiane, janë më të privilegjuar, sepse ashtu siç ju thash, i kanë hyrë Kanadas me një proces rekrutimi të rregullt, që do të thotë është kthyer tashmë në qytetar të rregullt kanadez dhe po flas për 80% të tyre, duke marrë atë rezidencën permanente fillimisht dhe pastaj pasaportizimin.
dhe shumica e shqiptarëve posedojnë tashmë pasaportë kanadeze, dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe në favor. Nga ana tjetër, një avantazh shumë i mirë është se Kanadaja ka një shoqëri të barabartë, të hapur sociale dhe nuk janë përballë me racizëm ose me diskriminim. Janë të integruar më së miri në shoqërinë kanadeze. Një nga vështirësitë që unë do të thoja është fakti se nuk ka pasur marrëveshje akademike në mënyrë të tillë që të njihen të gjitha diplomat sipas profesioneve që ata janë rekrutuar, dhe po referohem grupit parë që ka hyrë në Kanada, grupi i inxhinierëve, pastaj mjekët, juristët e kështu me radhë. Ju është dashur që të fillojnë nga e para fakultetin sipas politikave që ka sistemi arsimor në Kanada, për të njohur dhe për të integruar në profesionet e tyre. Nga ana tjetër, si në çdo vend, emigracioni ka problematika të ligjore të ndryshme deri në momentin që ata stabilizohen, duke filluar që nga sistemi shëndetësor, tek i cili duhet që të bëhen pjesë për të patur një mjek familjar. Po për sa i përket pjesës së organizimit të brendshëm të komunitetit mes tyre, ajo që po përpiqen të bëjnë ndër vite është krijimi një qendre të përbashkët që kanë vendosur ta quajnë shtëpia e shqiptarit, dhe këtu ka një problematikë sepse duhet që të bëhen të gjithë bashkë, dhe qeveria shqiptare, qeveria kanadeze t'ju allokoj fondet që kanë në dispozicion për komunitete të ndryshme, ashtu siç është bërë dhe është realizuar me sukses për komunitete të ndryshme. Sigurisht qeveria shqiptare këtu asiston të gjitha komunitetet që këtë e kanë të zyrtarizuar si kërkesë. Por mendoj se kjo është një gjë që është edhe shembull shumë i mirë për të marrë, sepse Kanadaja i ka të gjithë shqiptarët e rajonit së bashku, nuk kanë asnjë dallim nëse janë shqiptarë të Shqipërisë, të Kosovës, të Maqedonisë Veriut ose të Malizi, ata deklarohen si shqiptar, dhe kjo i bën edhe më të bashkuar aktualisht, por ka shumë shoqata të cilat operojnë edhe në mënyrë të veçantë sipas natyrës së krijimit të tyre. Zonja ambasadore, Kanadaja dihet që është një fuqi në minjera, energji, por edhe inovacion. Sa e rëndësishme është dhe sa mundësi ka që ndoshta të investojë në Shqipëri me këto industri? Sigurisht që potenciali i Shqipërisë nuk është në kapacitetin e Kanadas, sepse Kanada është një shtet shumë i madh, por nga ana tjetër potenciali që Shqipëria ka dhe sidomos në fushat e pa eksploruara, nëse do të merrej në konsiderat ajo që kanadezët kanë shprehur në nivel rajonal, pra jo vetëm Shqipëria, por duke parë Shqipërinë si një port lindore drejt Europës dhe drejt rajonit, si qendrën e Ballkanit dhe të rajonit, potenciali konsiderohet edhe më i madh. Kanadaja ka shprehur disa grupe të interesit kanë shprehur interes pranë selisë tonë diplomatike, po edhe institucioneve të ndryshme në Shqipëri, për të bërë një hulumtim, për të eksploruar dhe pastaj për të vijuar më tej me bunimet natyrore, minerare, dhe kjo kulmon në marsin e vitit tjetër, ku do të bëhet sërish për vit të 12 radhës di konferenca më e madhe në botë, që quhet PDAC, që është PDAC-u, dhe mblidhen nga e gjithë bota përfaqësues të shteteve të çdo sektor privat ose publik të mineraleve të ndryshme që zotrojnë. Dhe një pyetje të fundit, si ambasadore, cili është objektivi juaj më i madh personal që dëshironi ta lini si gjurmë në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kanadas? Në fakt, kam filluar para një vite gjysmë këtë detyrë dhe kam pas një listë shumë gjatë, të cilën e kam konsideruar se strategjinë e qeverisë shqiptare për ta implementuar në marrëdhëniet me dy vendeve tona, po kryesisht në interes të dyja palëve, po edhe të komunitetit shqiptar, dhe kemi nisur me linjën ajrore që ka qenë synimi i parë dhe historik, dhe kjo do të ngelet, do të lëgjurëm sigurisht. Ajo që po synojmë të realizojmë sa më shpejt të hapja e konsullatës në Toronto, edhe për shkak të pozicionit gjeografik që Kanada është shumë e hapur dhe nuk mund të merren shërbimet konsullore vetëm nga njëseni diplomatike që ndodhet në kryeqytet, sepse është e pamundur që të shërbejnë të gjithë qytetarët në çdo cep i Kanadas, dhe personalisht kam investuar çdo mekanizëm qeveritar, burokratik edhe komunitar për të realizuar hapjen e konsullatës në Toronto sa më shpejt në shërbim të komunitetit me qendër në Toronto. Dhe janë disa marrëveshje që kemi në proces, ashtu siç ju thash, marrëveshjet akademike, marrëveshjet ekonomike që janë të natyrave nga më të ndryshme,
sapo është hapur dhoma e biznesit Shqipëri-Kanada me fillim qendrën në Toronto dhe më pas do të krijohet si motra e saj në Tiranë dhe kështu me radhë në çdo qytet pastaj të Kanadas. Jemi duke realizuar disa panajire për promovimin dhe njohjen e gjitha vlerave tona dhe traditave tona kombëtare që po jep një rezultat shumë të mirë në fushën e turizmit. Dhe gjithashtu një nga gjërat shumë të rëndësishme që konsiderojmë se duhet të mbyllet paktën në vitin e ardhshëm do të jetë krijimi i një këshilli të rregullt të profesionistëve i cili do të jetë në bashkëpunim me institucionet shqiptare dhe ato kanadeze për të na lehtësuar synimin e arritjeve tona. Nga ana tjetër, në nivel lokal, po përpiqemi që të gjejmë disa qendra ku kanë përqendrim të lartë të komunitetit shqiptar për të emëruar me emra të ndryshëm shqip. Siç ju thash, shtëpia e shqiptarëve është një projekt shumë i rëndësishëm si edhe një qendër kulturore që do mundsohet në Toronto. Dhe patjetër që ka projekte pafund të cilat kërkojnë bashkëpunim nga të dyja palët. Zonja ambasadore, faleminderit shumë që ishit me ne në këtë intervistë, faleminderit shumë për angazhimin tuaj dhe shumë suksese në vijim. Faleminderit ju, ju uroj gjithë mirat.